si ka mundësi që ftohet, janë futbollistë vetë, falë që po e them, po që ftohet një lojtar si Brudi, edhe nuk ftohet një lojtar si Lindon Selaj që luan Super League kroate dhe është vend parë momentalisht kampion. Të dy në të njëjtin rol. Mund ma shpjegoj dikush mua këtë tani. Lojtari Malishevës me lojtarin e Rijekës. Të dy të njëjtën pozitë. Do thua që e lanë tribun, e thiri më vëlla kombëtare. Lashaj. Tani duhen diskutu dhe këto ndoshta disa gazetarë si thonë. Mua ndoshta s'm takon se janë vetë sportist, po. Jo, në rregull, s'ka problem. I kemi diskutuar, madje është bërë lajme edhe mes dyshit mes Federatës Kosovës. Jo shqiptare, patjetër. Tani Malisheva, lojtar, ai mund të jetë shumë i mirë, mund të jetë talent, mund të ikë nesër lozë Real Madrid. Momentalisht që flasim ai luan Malishev. Me lojtarin tjetër, as se njoh fare Lindon Selajin, as se kam në një djalteza apo në një djalë gjaje, kështu që tjetri luan Kroaci, Super League, kampion, momentalisht është vend parë. Tjetri luan Kosovë, me lojtarin e Kosovës, nuk me lojtarin e Rijekës, nuk di çfarë shpjegimi t'i jap kësaj kombëtares. Po të jemi në këtë pikë, Anis Mehmetin për shembull. Djali ka 12 gola në Bristol City në Championship. Kanë gjetur super lojtar ajo kategoria. Super lojtar. Ai super sulmues. Shi jepi akun çunave që u takon. Roko vatëm, pse se thirrën? Ne po diskutuam kështu Nuk ka kuptim ekipin kombëtar këtu.